KLP pritet të përcaktojë sot drejtuesin e ri të prokurorisë speciale, ndërsa mandati i Altin Dumanit si drejtuesi SPAK përfundon zyrtarisht më 18 dhjetor. Në garën për kreun e SPAK janë 4 kandidat: Adnan Xholi, Doloreza Musabelliu, Elvin Gokaj dhe Klodian Braho. Secili prej kandidatëve do të ketë 45 minuta në dispozicion për të paraqitur platformën e tij të drejtimit, por edhe për të përgjigjur pyetjeve të anëtarëve të KLP-s. Në përfundim të këtij procesi, anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë do të votojnë për drejtuesin i cili zgjidhet me shumicë të thjeshtë votash. Kjo është hera e parë që në garën për kreun e SPAK marrin pjesë 4 kandidat. Në rastin e zgjedhjes së Dumanit në garë ishin 3 kandidat, një prej cilëve dhe Adnan Xholi që sot do të synojë të marrë drejtimin e SPAK, ndërsa për 3 vite drejtoi seksionin e luftës kundër krimit të organizuar. Mbledhja e sotme e KLP pritet të zhvillohet me një monitorim të rreptë të diplomatëve dhe përfaqësuesve të disa prej misioneve apo strukturave që monitorojnë punën e SPAK. 3 vite më parë ishin amerikanët që monitoruan procesin, ndërkohë që këtë vit ka një interesim të shtuar jo thjesht të misionit të BE-s, por edhe të vendeve të veçanta, anëtare të Bashkimit Evropian. Përveç përfaqësuesve nga ambasada e SBA, Mbretërisë së Bashkuar dhe misionit të BE-s, pritet që mbledhja e KLP të monitorohet edhe nga përfaqësues të ambasadës gjermane, italiane, franceze, si dhe të Mbretërisë së Vendeve të Ulta. Delegacioni i BE-s në Tiranë dhe ambasada e Mbretërisë së Bashkuar bën thirrje që gara e sotme të zhvillohet në mënyrë të drejtë dhe transparente. Përmes reagimeve, ato kërkojnë përzgjedhjen e një drejtuesi të pavarur, profesionist dhe të përkushtuar ndaj standardeve më të mira. Një ditë më parë, SBA vlerësoi punën e Altin Dumanit pas një takimi të zyrtarit të dash, zëvendës drejtori për çështjet e Europës Perëndimore qendrore, Lynn de Beauvois. SBA vlerësoi punën e Dumanit në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, duke theksuar se ai vendosi standardin e bashkëpunimit mes dy vendeve. Altin Dumani është zgjedhur në krye të SPAK më 18 dhjetor 2022 dhe është prokurori i dytë që ka drejtuar SPAK që nga themelimi i strukturës së posaçme pas Arben Krajës. Mandati i krye prokurorit është 3 vjeçar dhe pa të drejtë rikandidimi. Në rast se 2 apo më shumë kandidat marrin numër të barabartë votash, Këshilli me pjesëmarrjen e të gjithë anëtarëve të pranishëm kryen një votim të dytë mes kandidatëve me numër të barabartë votash.